Çudi shqiptare. Rritet frikshëm numri i ndjekësve të Shpat Kasapit pas vdekjes. Lajmi për ndarje nga jeta të këngëtarit të njohur shqiptar, Shpat Kasapi, ka tronditur opinionin publik brenda dhe jashtë vendit. Artisti u nda nga jeta në moshën vetëm 40 vjeçare, pas një arresti kardiak të papritur, duke lënë pas dhimbje të madhe te familjarët, miq dhe fansat e shumt që e kanë ndjekur gjatë karrierës së tij muzikore. Në momentin tragjik, Shpati ndodhej në Itali, ku kishte shkuar për të kryer disa kontrolle mjekësore për djalin e tij të vogël, Roelin. Por, krahas trishtimit të thellë, një tjetër detaj ka tërhequr vëmendjen e publikut. Rritja e pazakonte ndjekësve të tij në Instagram. Pak orë pasi lajmi për vdekjen e tij u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, llogaria zyrtare e Shpat Kasapit në Instagram shënoi një rritje të menjëhershme të ndjekësve. Në orët e para, ai kishte rreth 108.000 ndjekës, ndërsa disa orë më vonë kjo shifër u rrit në mbi 114.000, duke shënuar një shtim prej më shumë se 6.000 ndjekësish. Ky fenomen, i vërejtur shpesh tek personazhe të njohur që ndahen tragjikisht nga jeta, këtë herë ka shkaktuar diskutime dhe habi të madhe në publik. Ndërkohë, menaxhmenti i artistit ka reaguar përmes faqes zyrtare të tij, duke falënderuar publikun për mbështetjen dhe duke njoftuar se shumë shpejt do të bëhen publike detajet e ceremonisë mortore. Ju njoftojmë se së shpejti do t'ju informojmë me detaje të plota rreth procedurave të varrimit, thuhet ndër të tjera në njoftimin e tyre. Shpat Kasapi, i njohur për zërin e tij të veçantë dhe hitet që kanë shoqëruar breza të tërë, do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut shqiptar, ndërsa rrjetet sociale vazhdojnë të reflektojnë ndikimin dhe dashurinë që ai la pas. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.